ka me morë vedheja ma shumë se që ka pas, kjo LDK-ja, kjo është arsyeja pse ajo i ka bo këtu. Do më thonë, nuk ka dashur me nejtë aty ku duhet, se po t'ishte rrugoviste, a ka njëna herë që i ka nërrua Ibrahim Rugova partinë. A keni ty po të pyte? Jo, po jo pra, Ibrahim Rugova s'ka nërru partinë. Kjo ta nërru partinë që këmishën veç ku ka interes. Gjithtash në të thret, kush do qovë që të thret, aja në veç bënë presidente, aja bëhet, më presidente, po që unë mësu, me përshëndetje ushtarake, 2 gotat njën, atë zonjën e parë, zotnivën, po të më falni, zotnivën e parë, në tjetër non, me përshëndetje ushtarake, me aeroplan të vipa, me pare sa ti do shpirtit, s'kjo nuk peja mërmenja tash, peja aeroplan në vipa me ronë gomor, me hypë gomorit e me dollë në përqajtore, me shku shpi me lypë vot. Para me ndo, o zot, hynë në qajtore, i gjoj një ditë e vrejta, ju a vëtë do grave ishin të pi kafe në duket Mitrovica, s'di ku, ishin një 4 gra, zoja, s'lujtën veni hecë, ju ullë ajo me zërë aty, ju ullë, hej prezidencia shtetit, ju ullë me zërë, sikuna me, pa e pyt hecë, ullë aty në mesin e tyre, kjo është një mjerim, o beso mjerim, o mjerim, pasha zotin, ku mendoni që, si e shikoni fundin e saj nga Maja në presidencë? Fundi i saj, është, se tash dojna mi po, kjo ape i merë 350.000 vota, që i merë 350.000 vota, dhe unë kam ja qitë votën, se s'jo me i merë që unë se gjysha Kosovës. Po tash dojna mi po me 7 qëshorë, në 8, ku qohëm me në gjesë, apetu në të flasëm, më thirë, thuj, Bacilil qëshorë, ma uron fiturën, thëmë, kalëzoj qëshorë. Qësh po jetë puna. Do me thonë, kjo fundi sajnë politik është imbarum, sepse s'ka të regu kur gjë. Aja që thëtë me i shkajke ju hike në umësum ju, dhja i ke po për qafime të saj, kanë të ndarë rrugës si gjuhet në qafë. Qëllit lider gjuhet në qafë, njëherë në gjitë të Vdiramës, ta në gjitë të Fatmës dhe Div, ta në gjitë të Albin Kurtë, ta në gjitë këtu, në gjitë të Evropë, një e patro turpi, patro karakteri, patro fuqie morale, politike, një thmjashe, bre thmjashe. Kur i ka hasash lider që në konë kryetarët e shtetit që i kanë qenë Fatmës e Div në yllë, me njerë mas i Ibrahim Rugova, nuk ka mujtë si yllë, se mas një figurës të mëllë, kush do të delë, pas tina jetë i vogël, ne më ka duk i vogël, po që tash Fatmës e Div është ylli që nuk shuhet, që ajo është një burë i pathyshëm që nuk u liga, ju lërgu nga politika, nuk i ka dash 6 pishka të Ban Ki-moonit, dhe ka thot ditën e mirë, duhet, nuk hinë ato lojna. Pra ndaj është kjo që apo më... Opozita shpreson shumë që thot me kthimin e Thaqit dhe Veselit të sjell një rotacion në Kosovë. Ju besoni që mund ndodh një gjë e tillë? Pjesa e PDK-s e kanë fjalën. Jo, në gjë. Për ta qenë më konkret, si keni lexuar deklaratat e fundit, intervistat e Thaqit? Çfarë keni lexuar në rreshta? Pra, po përgatit një rikthim? Në gjë. Për mbështetësit e Thaqit, sikur Angrenelli që thot na pshtoi Zoti kur takohet me të, se po na vjen Hashimi, sepse ishte një njeri që kishte marrë dijet botërisht që ka qenë i paguar me dhënë për Serbisë. Lobist. Por shumë arsye, i din edhe te edhe këtë shqiptarët i din. Ajo mund tjetë që ashtu. Po, PDK-ja i ka që ata njerëz edhe mo kur nuk shkon ma nalt kur hiç, a di pse s'shkon, sepse i ka bo 55.000-60.000 veteran, ata gjithja qesin votën ati, i ka fut në për punat gjithë njerëzit, kanë ka pas që në kohë simpatizan, tyne i kanë fut në puna. Do me thonë vota tyne që ato vota kur nuk i mungojnë.
Po LDK s'ka të mingu se LDK-ja mas vdekës Ibrahim Rrugovës o mas largimit të Fatmir Sedis të bun kon filiale PDK-s, me Is Mustafën më tëtë. Is Mustafa orë me të panat shikut, e doj misën, delshin në për qytetë e doj misën kryetarë. Dhe ajo nuk ka mundësi ke fjalla për vjotën edhe për LDK-n, pa u hjek këta njerëz, këta rënus të LDK-s të i partije që kam një bot në shpinë të mbrojt tonë, nuk ka LDK.